Tonë kem një kryeministër dhe ministër i punëve të mbrëmshme që çdo ditë mundohen me prodhu lajme edhe me thonë qure se në një farë kotes pulash atje kapem kaq sasi të armesh. Qëtë një farë lajmi edhe krejt mediat e komuniku në atë lajmë, ta uzu një fabrikë armatimit. O dhe thash, hajde mëre, qëfar fabriket të armatimit pas kem kapë veri. Kur del një punëtori e një njeri që ndresho armë gjëtije. Ama ta, lajmi po prodhohet, se do më thonë, këta që po luftojnë me mulli terës, po e prodhojnë një lajmë... Po pyetja është sa po bëni ju. Po pajtona me ju. Keni lyp për votë për ta ndryshuar këtë përse. Qëndrueshme. Por jeni nën kryetari një partije politike, zoti Mazheri. Paçka nuk besoj që ju pajtoheni me qëndru si Bretkoca dhe me pri derisa të zihemi të gjithë. Na jemi bashkë me to jemi zi. Kret jemi në qëtë funksion. Na tash po i thojmë këtu në hajde të vetëdisohem pak, hajde të gjejmë një zgjedhje se me qëtë Mu po mduket se jo jeni Bretkoca ndërsa ai është zjarri. Jo, se ai ka vu zjarrin kësaj pune. Ai ka bo kret këtë punë, e ka vendos të ardhmen e Republikës në rrezik për me fitu edhe një mandat. Shumë mirë. Atëhere, pse duhet këti njeriu me dhonë shansë qoftë edhe 10 muaj. E tash që edhe këto po ta spjegoj se ata të partisë nuk po munden me spjegu që duhet. Sepse na si opozit, me PDK-n, me Aleancën, me Kret, nuk i kem 61 vota. Po del Memli Krasnisi... Edhe pja këthej përgjigjen, edhe Memlit edhe opinionit publik. I keni numrat, i keni. Nuk jo numrat, jo. Sa deputet Ty del ka dale, Emilia Regjepit thet që nuk bën koalicion me ne. Bën. Elbert Krasnishi, nuk e di, unë e vish ata po dalin publikisht, ajo kryetar i subjektit politik, i cili thet unë e bëj koalicion veç me Albinin. Elbert Krasnishi thet unë e bëj koalicion veç me Albinin, edhe e kem një deputete jona që nuk e voton koalicionin me PDK-n. Në më thonë, na i kem 3 vota mongi edhe nuk kem mundësi me bo qeverin. Dhe e sër e bëjune. Po nuk mundet mu bo kjo. Po ju thot, zoti Memli Krasnisi, po thet edhe Albini, po thet i kom votat, po s'po mundet me bo. Që tërgjohën me thonë, e që tërgjohën me bo. Albini është provuar se 33 herë s'po mundet... 3 vota i ki mongi, bet 59. Se me i pas, na e votojmë 61 e votojmë tjetëri. Sa deputeti ka kuvendi Kosovës, qysh keni mëri, qysh ja keni leju vetës me ra në këtë deregje te Albin Kurtit, sa me thonë i kemi 59. Sa deputeti ka kuvendi Kosovës? Po naracioni... Le naracioni, i keni anë fore te Albin Kurtit një ka një. Edhe opinionit publik, edhe juve Kret që deli bëni... Jo. Po Kret, na e kem largu lista sërbë kënë pi opcionit komplet. Edhe me to, ti s'mundesh me bo qeveri, sepse kanë me ta drejtu gishtin e me tonë që ki bo. Unë e madhe që drejtojnë gishtin. A je lider? Lideri i merë përgjithësit për sipër. Jo, në qatë pasi se shkojmë bazë 10 mujë me zgjedhje, edhe prape forcojmë këtë tjetëri. Ama jo, tash, ju me leadershipin e ju jenë pej, i keni bo hajrë Kosovës. Mos me lonë mu akuzu krejt vendi që po bëm dhunë ndaj populatës sërbe. Unë e di pri shumë komunikimeve që kemi, jeni mirë një si shambull, edhe përdu me edhon kreditin se partia ju si avë kreditin. Kur juve ju linqojnë e shumë keni marë pesh mi veti, edhe t'ju i të shuajnë. Thash, ku problemi këtu? Që partit në opozit nuk kanë prerje vlerore me narrativën e cila imponohet pri qeveris tanishme. Do me thonë, ju e një vetëmi që do të s'ka bre sovranitet vlerisë, se nuk ka. Na që shkojmë në veri e shojmë, edhe shojmë që qysh silën me sërb lokal, edhe cilë të janë problemet atje, edhe ankesat e populatës sërbinal, tash në qitë nacional shovenizm qmendun që nga ka ardhradham edhe na me kalju, ju në pej përdorëni si argument për të mirë të Kosovës. Ni qysh silëni me qytetarët e Republikës të Kosovës, që si janë shqiptarë, edhe e dyta me relacionet me kishën ortodoxe sërbe. Që është krejt pozitive, unë e kujot këtë s'ko me thonë aty. Në është argumenti se nuk i ka humbur zgjedhjet për këto sjellje. Jo, ama qëre, na jemi në situatë shumë tronë. Vlon, po, është e vërtet që si Bretkos, po, na kemi me pagu çmim për shkak kësaj. Ilir, është detyrë e liderit, ose edhe leadershipit me provovu tolerancë fetare,
siguri për komunitetet, edhe perspektiv që në këtë shtetë, ku shqeverisin shqiptarët, dhe më thonë, minoritetet kanë siguri, kanë respekt edhe kanë drejtat e tyne. Unë ato e mundu që 12 vjetë me promovu, edhe mu më bjenë 2 herë në vjetë, do më thonë, me shku mi uru Bajramin edhe Bashkisë Islame, Kishës Katolike, unë e kom edhe patrikanën në cilën duhet me shku mi uru, do më thonë, pashkët ortodokse dhe krishtlindjet ortodokse. Një herë në 3 vjetë, gjithmonë qëllët që patriarkë është aty. E ka obligim me qenë, edhe mu bjenë mu taku me ta. Jom taku edhe me patriarkin për pashëm 2 herë, edhe me këtë tjetërin bjenë me ta. Në shumë mirë është, ja. Kjo është që kjo. Aja të pi me është ko taku me Putinin, edhe ki pas kret ato mediat, kryetari Pezë edhe Putini takojnë ato. Po që se kom unë e problemat punë. Kryeministri taku me Vučićin. Po, unë e kom taku se kom obligim se është arë në shpiteme. Edhe unë e me obligum si kryetar, zoti shpis mi uru gjithë besimtarve ato që është takuar me Vučićin, Vučić është takuar me Putinin. Një tradite e vjetër cilën ju po mundoni me majt e se është zhduk se s'është populiste. Tash, këto po du me ndeli piq asoj pike me kësy të këj 15 pikëshi që në kini ofru. Unë ato e kom pa ma shumë si një loj 15 pika cilë ati bashkon partite ish opozitës. Se këta thëshin gazin rusë s'doj me e pru në Kosovë. Amerikanët për dojnë me të ndërtu gaz, këta thëshin gazin rusë na nuk e marim. E tash, këta nuk e bojnë gaz jelësin. Kur? As nuk shkojnë ku pajtu me Amerikanë. Jo, këta thëshin gazin rusë nuk e marim. Po dhe, po të thonin Azerbejxan e është. Apo, do me thonë, demonizimi i ati projektit ka qenë katastrofal. Në daldi. Do me thonë, veni jonë, hala... Vend se me ka përcy me të mirë këtë punë tranzicionit, ka vendos me i përngja popujve në rajon. Jo, popujve në Jugosllavi... Po pajtojme dhe po pajtojme... I kratëve dhejtë e Macedonët. Na kena vendos me u qmend, edhe me gufu në një farë nacionalizmi destruktiv. Tash, që kjo... Më falë një ga, më falë shumë. Unë nuk e pranoj argumentin e juj që Emilia dhe Elberti në rast se dështon Albini, rinë në opozit. Nuk muj me marsit mirëqen, na nuk e aj pozicionit ty në filestar në dronë. Të ke funit bashkësit jo sërbe etnike, kur nuk kanë, ato gjithmonë kanë shku me atë, kush do që e formon qeverin. Pozicionimi i këtyne, vishë një send i lirë, është shumë i qartë. Unë e kom bisedu me njenin, për tjetërin e di që e kanë edhe të tretin që nuk vjen me ne. U s'pëllumja përmenda jam një ati të rejtë. Më thonë, nuk është që nuk kom provu unë me shku me fol me ta. Që në kryetari LDK-s, unë e kom provu me fol. Ata vinë ju lutin, besëm. Jo, nuk është ajo punë.